tillë vendimet që merr gjykata bazohet në prova dhe si tillë çdo masë që merret nga institucionet ekzekutive, në rastin konkret policia, është parë në këndvështrimin e gjykatës të rast që nuk ka qenë proporcional në sensin e asaj që nuk është justifikuar një masë sigurie për shoqërim apo për arrest, për timajtësit e tilla dhe këtu është diçka e mirë dhe një mesazh që i përcillet të qytetarët që drejtësia funksionon, të organet e drejtësisë funksionojnë dhe nuk mund të përdoren si instrumenta presioni apo represioni në përshkeljen e lirive dhe drejtave themelore të njerëzit, ku ndër të tjera protesta është një drejtë e garantuar me ligj dhe me kushtetutë. Dhe si e tillë do parë edhe ky vendim dhe që vendimet e gjykatës në këtë rast. E qartë, nga ana tjetër zoti Elizi, edhe për plasjet e fundit që ndodhen pranë institucioneve, qoftë ato në komisariatin nr. 3, por qoftë ato përpara kuvendit, lanë disi dyshime ku organizatorët thonë se aktet e dhunshme u bën nga persona të infiltruar nga vetë shteti për të prishur imazhin e protestës. Ju si e shikoni, pra sa mundësi ka që kjo të jetë e vërtetë dhe nga ana tjetër si mund të ruhet nga vetë organizatorët kontrolli i sheshit? Ndërkohë, kjo ka të bëjë me strategjinë e protestës në kuptimin e mënyrës organizimit të saj, dan ato që e kanë marrë përsipër organizimin, marrin përsipër edhe dan rrisqet që shoqërojnë atë në kuptimin e shmangjes të rrisqeve, ku ke parasysh edhe mos perceptimin e protestës paqësore në atë të dhunshme. Ke parasysh nga artikulimit e detajshme të drejtuesve apo të konsideruar si të tillë që flasin në emër të protestës, ato janë deklaruar për protesta paqësore gjithmonë përmes mesazheve që i kanë përcjell, por që nuk e përjashton mundësinë askush që brenda gjithë turmës së madhe të njerëzve të ketë edhe njerëz të irrituar, të cilët çfarë përballë cinizmit apo përballë mosdëgjimit të qeverisë për përmbushjen e kërkesave të tyre, shfrytëzojnë edhe këto mundësitë e përshkallëzimit të konfliktit, përshkallëzimit të protestës edhe me mjete të tjera ku janë parë edhe këto element, por që në këndvështrimin e protestuesve apo drejtuesve të saj, ato e kanë dënuar dhunën dhe kanë qenë kundër radikalizimit të saj, në kuptimin e mospërdorimit të dhunës dhe danë të kalimit në ekstrem, por që edhe brenda kësaj askush nuk e përjashton. Strategjitë e menaxhimit të protestës janë disa, në kuptimin ato mund të distancohen në kohë reale prej të gjithë atyre të cilët përdorin dhunën, si kundër ekziston edhe mundësia që në historinë e protestave që kanë ndodhur në Shqipëri, qoftë nga pozita dhe opozita, gjithmonë janë përdorur edhe për arsye retorike këto të cilët janë konsiderohen si të infiltruar dhe nuk përjashtohet si mundësi si e tillë, që nga qeverisja dhe nga palët e tjera, të cilët për ta bërë pisë protesta dhe në një farë mënyrë kjo jep edhe legitimitet qeverisës për të ushtruar dhe për të reaguar në formën, po themi, represive pikërisht për t'i shuar këto, ndërkohë që edhe zbehet në një farë mënyrë edhe legitimiteti moral të kërkesave të protestuesve, të cilët janë deklaruar në mënyrë paqësore. Ndërkohë që drejtuesit e protestës duhet ta menaxhojnë atë me kujdes në kuptimin e saj që të krijojnë infrastrukturën e duhur të sigurisë për sa i përket mbarvajtjes së saj përmes personave të caktuar për këtë qëllim, që të garantojnë në farë mënyrë qetësinë, mbarvajtjen e saj, mos kalimin e ekstremitete dhe si e tillë janë pafund këto mundësi që afrohen dhe distancimin reale të gjithë atyre të cilët në farë mënyrë tentojnë përmes radikalizimit ta bëjnë pisë këtë protestë, e cila për hir vërtetës ka fituar qytetarinë. Kur themi qytetarinë, në farë mënyrë është si sinonim dhe metaforë e gjithçka që përfaqëson qytetaria në formën e reagimit të saj qytetar, përmes mosbindjes, përmes protestave paqësore, përmes konsekuencës që zgjat dhe si e tillë drejtuesit e protestës duhet të distancohen pikërisht nga të gjithë ato të cilët në një farë mënyrë e përbaltin protestën përmes akteve të dhunshme, përmes akteve mundësitë janë pafund, por kjo varet nga vullneti atyre të cilët
duan që këtë protesta majnë pasër larg këtyre infiltrime apo larg ndikime. Kur në asnjë rast nuk janë një mundës skenarët, sepse në një protest askush nuk ka monopolin e menaxhimit saj për vetë faktin që aty kanë përbërjen një numër të madh dhe njerëzish me backgrounde të ndryshme, përkatësi politike, ideologjike të ndryshme, të cilët në background e tyre gjithë farë mendimesh mund të kene, por e vërteta është që tashti protesta i ka rezistu testit kohës për një protest paqësore, pavarësisht të elementve të cilët janë parë së fundi për sa i përket edhe dhunës së ushtruara. E qartë, zdo Lezi, nga ana tjetër, ndërsa media të mëdha ndërkombëtare po i kushtojnë sigurisht hapësirë të madhe këtij tensioni tashmë që ndodhet në vendin tonë, ambasadat në Tiranë po mbajnë disi një heshtje totale. Pse i gjithë ky shëndrim kaq i rezervuar, zdo Lezi, i diplomacisë ndërkombëtare përballë 36 ditëve të protestës? Kjo në një mënyrë e nderuar është për të thënë një hapi, në është diçka cilët është parë me shumë interes reagimi i ambasadës dhe faktorit ndërkombëtar, por kje parasysh që Shqipëria është një vend në monitorim, në fazën e procesit të integrues dhe si ne jemi në zonën e ndikimit geopolitik, geostrategjik, perëndimor dhe euroatlantik dhe më së shumë të gjithë të shtete partneret tona tanë më së shumë janë të fokusuar të partnerit të stabiliteti politik, se sa tek elemente të tjera, po pa i neglizhuar. Kemi parasysh edhe këto konceptin e respektimit standardet të Bashkimit Evropian, unë e synojmë, dhe si tillë parë për këndvështrimin e stabilitetit dhe standardeve ka qenë pikërisht edhe mendoj edhe qasja dhe qëndrimi i faktorit ndërkombëtar përfaqësuar përmes ambasadave të tyre në vendin tonë, të cilët nuk janë shfaqur kaq drejt në për sa i përket në qëndrimet të tyre, por që kjo s'do të thotë që ato nuk kanë vepruar në kuptimin e saj, kanë demonstruar elemente një pragmatizmi për të mos të ndërhyrë në punët e brendshme të vendit tonë, kuptimin publik, por që në asnjë rast mendoj që reagimi i tyre të mos ketë qenë, sepse ato kanë përcjellë edhe mesazhe, madje mund të ketë qenë mesazhe të forta underground, të cilët e kanë detyruar qeverisën të reflektojë dhe të dëgjojë me vëmendje këto. Nuk përjashtohet mundësia që ato, duke qenë se janë të interesuar për stabilitetin, rujtjen e saj, dhe pra kosa që protestat kanë arritur në nivel caktuar, por nuk kanë perceptuar një dhunë që të cënojë sigurinë dhe stabilitetin, ato mesazhet mund t'i kenë përcjellë në forma indirekte, underground, përmes takimeve të fshehura në kuptimin të bëra publike, por siç veprojnë ambasadat, përgjithsisht dhe përfaqësuesit e tyre, duke dhënë mesazhe dhe si tillë nuk është e pamundur që mos kenë përcjellje të tilla, por që fakti që protestat kanë arrit një jetëgjatësi, kanë gjeti honë edhe mediat ndërkombëtare, të cilët kanë reflektuar si kundër dhe qëndrimet edhe institucioneve të Bashkimit Evropian përmes rezolutave apo përmes mbështetjes së hapur me prezencën e tyre të eurodeputetëve këtu nga gjithë spektri politik i Bashkimit Evropian, tregon në farë mënyrë që në shqetësimin ato e kanë lexuar dhe ai ka bërë jehon dhe kjo po themi është një nga fitoret e kësaj proteste, në kuptimin ndërkombëtarizimit të saj, gjë e cila është parë edhe këtë mbështetje, që në farë mënyrë është diplomacia publike që zëvendëson ato diplomacinë tradicionale, dhe këto janë elemente të diplomacisë publike, në kuptimin e ku zërat publik të këtyre institucioneve, përfaqësuesit të Bashkimit Evropian, qoftë europarlamentar, qofshin përfaqësues të partive të ndryshme politike, në Evropë i kanë dhënë mbështetjen asaj edhe me prezencën e tyre, që tregon që faktori ndërkombëtar këtu e ka mbështet atë në sensin e mesazheve që ka përcjell, por që në linjën zyrtare përmes ambasadave ato janë të kujdesshëm në kuptimin e rujtjes dhe garantimit të parimit të mos ndërhyrjes punëve brendshme, po sikundër nuk e shohin edhe stabilitetin dhe sigurinë dhe do vjen në balancë qëndrimi i tyre në raport me këto parime.
E qartë, Zyrezi nga ana tjetër mendoni se ka vullnet real politik nga kjo mazhorancë për të rishikuar ndoshta apo edhe anuluar projektet miliarda euro pra në Sazan edhe në Zvërnec, apo nga ana tjetër këto investime shihen nga qeveria si një mburoj gjeopolitike po i shuaj që ndoshta blen dhe heshtjen e ndërkombëtarëve? Po këto të dyja mund të shihen e nderuar. Kuptimin e këndvështrimit të qeverisë. Këndvështrimin e qeverisë do të thotë që qeveria mundon të ta ruajë projektet e saj që ka të bëjë me Zvërnecin dhe me Sazanin, duke pas parasysh që prapasaj